Ku autovjeti për vete për ta lej? Gjukë Krisman bam brun blëm deti. Po më duket për frekuentojshim vish njerëzit e zonës Talaj. Mos e prek. Ja, se thojnë kjo është me adapter të iPhone-it, me rrymë është. Qështë e ka si kjese? Si kjese. E një marketit në Kosovë, mos se si kem sponsor. Unë e punona po lyshtu me lodra, jo fere në bablak. Përshëndetje, mishtemi të dashtën. Këtu gjindemi në Talaj. Ku? Plazhën e Talës, Talaj. Po, plazhën e Talaj. Talës. Ku autovjeti për vete për Talaj? Gjukë Krisman bam brun blëm deti. Përshëndetje mishtemi, se ke ka që me bo shpesh hajgore. Kemi më rri në plazhën e Talës, me një plazhë cila i kish diko si përfaqe gjatësi 2.5 dhe 3 km, gjërësin e kish 50 dhe 100 metra pej venet ku është uji këto dhe atje të rruga nalt. Ven shumë i qetë, jo ven shumë i uji. uji kristali posër, se ka harua këtë pjesë, uji kristali posër, po dhe jo i prekum, du me thonë me urbanizm shumë në kërë që kish qarkullem të madhë shumë. Mu më do këtë po më do këtë për frekuentojshim vish njerëzit e zonës Talaj. Edhe me tabilat Kosovës pa të kire. A pata? Po du me thonë thellësia, është normale që po më ishin me ardhë familjarët me fëmi, jo shumë fellë, për shembull si do vena që se të hesh në plazh njerë më konë fellë, po jo sesh. Paka shumë, po i flasim në ata që ka bishojmë njerës të himë rena në plazh. Do më thonë, po më isha me himu lo shlirë. Po shlirë. Shmyt na kur Po zho. deri që të hesh shlirë, do më thonë ty s'gje sen. Faleminderit, yes. Ven ko që i frekuentum pi njerëzve, ama hysh plazha e dome si parcela, si një pjesë me qadra, një pjesë pa qadra, një pjesë me, një pjesë pa, një pjesë me, një pjesë pa. Po prapë se prapë një plazh me një, të mos kjo puna, kjo pjesa e plazhës shumë e pastërt, po dhe uji tepër kristal. Po që na po vazhdojnë, na po hecim hala. Plazha e Talës, harum ju kallëzu ma herët, që është afër me lagunën e Patokut. Veni që thash ma herët, po ish vend që po frekuentoj ke shumë edhe pi peshkatarve. Bregu i peshkatarve, tash kështë menu me vetën ma herët se a ka qenë niveli ditit dhe qito, apo valë që kanë ardhë dhe ishte, që po shqit ka pas ujë, nëse ujë ka vazhdimisht, kof me dhja, ja po. Artan, Fal, qka po të pëlqen ma shumë dystu të plazha e Talës? te plazha e Talës pas shumë vjetë më pëlqy. Vish qëre, do më thonë, në komplet Talën, vish një resort i madhë, do më thonë, as edhe një resort i vogël. Do më thonë, këto kish shumë villat vogla, villa për familjar, ma shumë, po vish një resort. Do më thonë, këto, ku po vishën pushimet e plazha e Talës, nuk është që kish muzikë të natës, jetë natës, nuk është që kish muzikë apo diçka tjetër, po... Këtë zonën që jem të e Shumë pa na, valid. jo, Qëtu ku jem na pe ati, që pe fillimi dhe qëtu halas këna pa. Edhe po mos me cek që i kish dy, do më thonë, të plazha e Talës, janë dy beqbare, do më thonë, që hypin pak edhe, do më thonë, që fillojnë këtë pjesën e parë të plazhës që lidhen bashkë, do më thonë, janë gjysë në deti, me një fjallë, që më shkojtë e qira dhe në muhabetin. Po ven i qetë, edhe uji kristal, uji tepër i pasër, hajde këto afroni me pa. Unë s'po hi se me papu që masanena të po ecë, po më kapet zallin e fërkom. E ta shkojnë ata e pjesa tjetër atje, po që atje ku peshojmë na me sy të lirë, Që është afër lagunës të Patokut. po ama edhe nuk pas ka njerëz do më thonë, që është thotë, që vole, vrejt, as një njeri gjallë. Mos pash njerëz ka plazh. Ajo dihet. Që s'ka njerëz ka plazh, domethënë. Veç pak t'i laj çto kum se Nuk të ka qatë shumë i frekuentum, nështë ta vish për banorëve të zonës, o zotë për dim. Po kështu që vllajnë që zëj është jeshtë. kështu me ardh njëri me vish me grup për shembull, pi avlejka. As push? Humëre. Çto? Qërën gjalla. E, Mos e prek. ja, se thojnë kjo është me adapter të iPhone-it, me rrymë, është. Ja, qysh me rrymë be? Ka e cofën, pasi s'pë livrit. Këtu në hera po një tem që po shok kështu në gjallë për manga afër, a? Qështë e ka si kjese, Si kese. e një marketit në Kosovë, mos se si kem sponsor. Po mos harrojmë edhe me të cek që pjesa e plazhës Talës
kena po shumë gafurë edhe na për në fillim të plazhës. Unë e thash që i shumë veni frekuentuar edhe për peshkatorëve, ndoshta është arsye që ka peshqe dhe gafurë, mundet më kun edhe zonë shumë që posedon shumë peshqe kjo pjesë e detit të plazhës e Talës. Edhe një sen. Mos haro me e cek, se ka njerë vlla që ju duni me na kuptu se tu hec njeri haron e lodhet. Mos harojmë fillimisht me përshëndet, me i përshëndet në shumë sponsorat tanë të dashtën. Po ja fillojmë kështu thirr.com. Ku fol thirr.com-it, na kena internet në Shqipni 24 orë pa nol, pa e pas edhe ma të voglin problem. Luksmeni, që gjindet tek rruga B në Prishtinë, është na majt me tesha, I cili kujdeset për me qëshëshenë dhe me thonë, këtë qka kur anë zet, në majica, kur e kem ftaft, me bluza, djetë pe Luksmenit. mos harojna me cek edhe ATV Rend, që është në qytetin e Prizrenit afër Shatervanit, ku kur shkoni me provu e përjetoni ka një adrenalin të mirë, po e keni edhe dopamje që e sheni prej maleve, edhe dopamje që e sheni prej të maleve të Prizrenit, ose dhe po me kërsheni pi malit poshtë dove të Prizreni. Mos harojna me cek edhe Neho Ice Cream, i cili i ka kulloret më të mirat në botë. Po ashtët, masi të kryna këtë rroktimin, dëna me shku me hongër një darkë të trofta në Kashanik, ku e kanë specialitet jo veç peshkun, po kanë specialitet çdo shqip, do më thonë e bojnë baba. Po, sa arrim na filozofojna hala, ju shkojmë nerva juve, Po. po zhëna na hicëm hala, qa ka ma interesant njëra, kena mirë kallu, kështu që rrini me njëve. E, cet. Miqtë mi, jena gati në fundin e që dhe një gafurë, amo kësi të vëgla. Jena në fundin e plazhës Talës, dash kena me vazhdu në drejtim të Potokut, që shpeshen një sot dhe frekuentu me shumë për njerëzve, se nuk është edhe qaq koha e mirë, ose nuk është koha preferuar për plazh, edhe pse atje më analt pa tu la valla njerëz, po ka njerë kopja të në njerëzve që cilët se onin, qysh do që koha hin lanë. Një plazh e mirë, një plazh shumë e qetë, një plazh që ja u kishin propozu familjarëve, një plazh që ja u kishin propozu edhe qifteve se vend shumë i qetë, edhe jo shumë i frekuentum, që ja vlen marrë qiftet. Artoni na u kalot ka gjasi shumë, me menzje të hec, po s'kem çka i bojmë. Unë e punona po lyqë me lodra jo fere në pablak. Po shi që ka pas edhe fmi që ngon të lujtu gjatë kohës. Qysh po shihet shikus nderum, kjo pjesa knena e plazhës nuk ka kur gjo, po na prap se prap duhet me hec. Po tash na gati me dalë në Potok, e sa i përket plazhës Talës, keme kaq, Zoti ju rujt, e shihemi në Potok. Hajde me, hajde ka dalë, hajde ka dalë. Hajde shkojnë atë pare patoki.